Konferenca e përbashkët për shtyp mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky është anuluar. Një burim i Shtëpisë së Bardhë konfirmoi për Reuters se presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky po largohet herët nga Shtëpia e Bardhë. Makina e Zelenskit tani po pret jashtë për largimin e tij. Kjo vjen pas bisedimeve të nxehta më herët dhe një përditësim nga presidenti amerikan Donald Trump, që tha se Zelensky nuk ishte gati për paqe. Një shenjë se sa keq shkuan bisedimet tregon edhe postimi që presidenti amerikan Donald Trump bëri në rrjetet sociale, duke thënë se ai ka vendosur se Zelensky nuk është gati për paqe. Ne patëm një takim shumë domethënës sot në Shtëpinë e Bardhë. U mësua shumë që nuk mund të kuptoj kurrë pa biseda në zjarr dhe presion të tillë. Është e mahnitshme ajo që del përmes emocioneve dhe unë kam vendosur që presidenti Zelensky nuk është gati për paqe nëse përfshihet Amerika, sepse ai mendon se përfshirja jonë i jep atij një avantazh të madh në negociata. Nuk dua avantazhe, dua paqe. Ai nuk i respektoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në zyrën e tyre të dashur ovale. Ai mund të kthehet kur të jetë gati për paqe, shkroi Trump në Truth Social. Largimi para kohë i Zelenskit bëri që edhe marrëveshja për mineralet e rralla të tokës midis SBA dhe Ukrainës të mos nënshkruhet. Ende nuk ka një reagim nga ana e Ukrainës për atë çfarë ndodhi mes dyerve të mbyllura, por në orët në vazhdim mund të kemi një pasqyrë më të qartë të asaj se çfarë ka ndodhur.